Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komentimit, shpjegimit të Sahih Bukhariut. Allah pas mëshiruar, jemi në kapitullin e imanit, respektivisht të hadithi 22. Ku Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bainama ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya wa alayhim qumus." Përderisa unë isha fjetur, pash ëndër dhe njerëzit dilnin para meje, kalonin pranë meje, dhe në trupin e tyne kishin veshur këmisha, bules, këmisha, gjelabia, këmisha. Minha ma yablugu thidje, minha ma yablugu thudje, wa minha ma dune dhalike. وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Këmishat e njerëzve ishin të ndryshme. Disa prej tyre u arrinin deri te gjoksat, e disa më poshtë. Derisa pranë meje kaloi Umar ibn al-Khattabi, Umeri radiallahu anhu, i cili e kishte veshur një këmish të gjatë që tërheqte zvarë zhagas. Dhe i than dikush për shokëve ti: "E si e komentove tërheqjen zvarë zhag të këmishës nga ana e Umerit?" Tha: "E komentova me din, me fe." Në këtë hadith nderuar, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam don me tregue se njerëzit për nga imani ndryshojnë. Zaten, kjo është edhe shkaku pse Imam Bukhariu këtë hadith, anëpse hadithet flet për ëndra, e që serish autori i njëjti Bukhariut se këtë kapitulli i ëndrave atje, e ka një kapitull për komentimin e ëndrave, prap e ka cekur këtu, gjithashtu, për të treguar, për të argumentuar dhe dëshmuar se imani i robit dallon. Tek njëri imani më i fortë, tek tjetri imani më i dobët. Në përmet kësaj ëndre, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tregon për vlerën e madhe që ka Omeri radiallahu anhu. Pra pa ëndër, ëndrat e pejgamberëve janë hak, janë të vërteta, ndërsa ëndrat tona munden me qenë të vërteta, munden me qenë jo të vërteta. Nga se ëndra, ose është prej Allahut të madhruar, sikur se kjo këtu që është tek pejgambert e Zotit, ose është prej shejtanit të mallkuar, ose është prej nefsit, prej asajna me çka preokupohet njeriu gjatë ditës. Me çka preokupohet gjatë ditës, akumulohet, mblidhet dhe shfaqet në ëndër, është njëri i ëndër. Këto ëndra pejgamberi është hak, është e vërtet, pa asnjë dyshim. E pejgamberi po tregon se përderisa një natë isha fjetur, kur pashën ëndër, se disa burra kalonin pranë meje dhe kishin veshur këmisha, por të ndryshme. Dikush prej tyre kishte këmishën deri te gjoksat.
dikush më të shkurt, dikush më poshtë, dikush më gjatë deri tek kamët. Jam lënë të shputat. Dhe të fundit e pa Omerin, cili tërheq të zhagazi, këmishën. Qëllimi i kësaj këmishe, mbëlimi i trupit dhe në gjaks, me atë këmish, me tesh, është për qëllim, zemra është mbëluar me iman. Zemra i është mbëluar me iman. Nuk ka shirkën te, nuk ka kufër, ka tauhid, e ka fjallin la ilaha illallah. Por, poshtë trupit është zhveshur, e që bie amele vepra ka shumë pak. Tjetri, ka këmishën ma gjatë, por Allah i ndëroft, avreti poshtë nuk është mbuluar, e që jep me kuptu se nuk rruhet për i harameve. Tjetri, e ka hala ma gjatë, deri të kaj që ka në fund kamëve të shputat, e jep me kuptu se dini tina është i plot. Dini tina është i plot, i kryin farzet, i ruhet harameve, është rabi mirë, rabi devatshëm. Por, hala më e mirë se sa kë, është ai që tesha tina i tërhiqet zhagazi, e që ai ishte Omeri radiallahu anhu. Sahabët e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, si e komentove ti këtë tesh të Omerit që tërheqte zhagazi? Tha, komentove me fe, pra dinin e ka të Omerit fort. E që në kupton tesha sa me gjatë, dini sa me fort. Pra ta ka thonë Imam Nevevijun, koment të këti hadithi, po dhe Ibn Hajerin, koment të këti hadithi, parja të shikuarit, andrës, parja andrave, me pa andrë, teshen, në trup, simbolizën imanin. Nëse shet dikush vetën, me teshat shkurta, andër, imani tina është shumë i dëpt. Nëse shet dikush dikend, apo vetën e vetë andër, me teshat gjata, i ja kam bëllu krejt trupin, dije se dini tina, imani tina, feja tina është shumë mirë. Nëse shef dikend, se për i tërheq, zëvar, zhag, teshat, dije se dini tina, jo vetëm që është i mirë, por len gjurë më rapa. Gjurë më rapa. El Aini ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ngjasaj, e krahazaj, teshën trup me imanin. Sikurse që teshat në trup e mbrojnë njeriu nga pamja tjetër që mbulojnë avretin, po është edhe imani i robit e mbron njeriu nga zjarri i xhenemit. Kthehemi tek Omeri, ku është edhe protagonisti kryesor në këtë hadith. Burrat e tij nuk i ceki me emër, tha kaluan pranë Omerit disa burra, por e ceki me emër Omerin. Dhe tha se pash Omerin, kishte një këmishë të gjatë, e tërheqte zëvarë, zhagazi. Edhe thamë se, kër e pyetën që komentuar, se komentove këtë zvarritje të teshës e ti, tha komentova me din. Me din. Pra, jo vetëm që ka dinin e plot, por lën gjurëm din, mas vetës. Sepse njeri ku shkan ecë dhe ngrej zhag, i mbetet për mas tesha. Pra, Omeri dhe ku shkan dhe kur ka shku në heret, kanë mbetë gjurëm të hajret, të fesë tina, të punëve të mirat e ti. Subhanallah. Nëse lojmë hadithin janë dhe shkojmë tek jeta Omerit, për ta krahasuar me këtë hadith, për ta qitur, për ta vendosur brenda këtij hadithi, jetën e Omerit. Gjejmë se Omeri vërtet la gjurëm. Ai njeri la gjurëm të pashlyera. Omeri ishte një burr të cilit i apa në hajrin shumë njerëzit.
Ja pa në hajrin shumë muslimanët, ja pa hajrin islami. Njëherë në Mekë, ende para se më ardhë në Medinë. Që kur e pranoi islamin ai i bekuar, në vitin e 6 të shpalljes së pejgamberit alayhi salam, e pas tina, në fakt para tina pak edhe Hamza, muslimanët të forcuan shumë. Idhujtarët pagantë të dobësuan shumë. Ishte kraj fort i pejgamberit dhe muslimanëve në Mekë. Pas ardhes në Medinë, ishte krah i djathtë i pejgamberit Zotit mas Ebu Bekrit. Ishte nga njerëzit më të afërt të pejgamberit alayhi salam. Nga këshilltarët e tij, nga ministrat e tij. Pejgamberi donte shumë, e çmonte shumë, e lavdronte shumë. Madje tha për të se, po të kishte pejgamber mas meje, do të kishte qenë Omeri pejgamber. Tha për të gjithashtu, nuk ndodh që Omeri me ecë ndonjë rrugë dikon, e në atë rrugë me qenë duke ecur shejtani, e qaj kur ta shoh Omeri mos me ik për Omerit, për imanit tina. Omeri, edhe në kohën e Ebu Bekrit, sa ishte kalife, ishte njeriu më i afërt i Ebu Bekrit, ministri dhe këshilltari më i afërt i Ebu Bekrit. Pas vdekjes së Ebu Bekrit, erdhi në kalifat, në krye të muslimanëve. Në vitin 13 Hijri. Dhe deri sa vdiq. 10 vjet na i të përshtat parafërsisht. Deri sa vdiq, vitin 23 Hijri. Omeri bëri aq reformat më dha, administrative, ekonomike, e politike, e sociale. Sa që ato mbeten, la gjurëm të pashlyera. Qëndrimet e Omerit, gjykimet e Omerit, fjalët e mëdha të Omerit, përhapja e islamit kohën e Omerit, dhënia të drejtave njerëzve në kohën e Omerit, përhapja e drejtësisë së madhe në kohën e Omerit, dhe shumë gjëra tjera të mëdha të cilat ndodhen në periudhën në periudhën 10 vjeçare sa ishte Omeri kalife, u bën që vërtet ai njeri të lej gjurmë, pra bën ato gjurmë të pashlyera, ku edhe sa dhe kësaj dite, pas 15 shekujve gati, ne vazhdojmë të shërbehemi me mësime e me këshilla të Omerit. Edhe sa dhe kësaj dite, vazhdon tek muslimanët që Omeri të jetë një simbol i drejtësisë, i qeverisjes së drejtë dhe të mirë, i një barazie mes njerëzve, i një njeriu të devotshëm, e largpams, i një njeriu pres, lider, i cili nuk dallua në asnjë mënyrë dhe në asnjë kohë për njerëzve të thjeshtë. Një njeri i cili e dha krejt ka pat për din, për shoqëri, për islam, për musliman. Pra, Omeri meritoi që t'jetë ai njeri që të lënë gjuhën për mas dhe vërtet ashtu edhe doli. Omerin e duan krejt muslimanët, e dështën sahabët, e dështën ata që erdhën pas tyre, e duam edhe ne, e duam të gjithë muslimanët. Për pas shijave Rafidi, shijat Rafidi, në krye ty në Rafidit, edhe së dhe kësaj dite, çdo ditë e mallkojnë Omerin, e urrejnë Omerin, më shumë se shejtanën e mallkuar, dhe më shumë se çdo kënd tjetër.
ashtu sikur se që e urrejnë Abu Bekrin, ashtu sikur se që e urrejnë Osmanin, ashtu sikur se që e urrejnë Aishën dhe qindra e mira sahabë të tjerë. Por ata nuk janë argument për ne. Argument për ne janë Ahlus Sunneti dhe Xhamati. Janë shokët e Omerit, janë 4 imamat, janë gjeneratat e para, janë krejt musliman, Ahlus Sunneti dhe Xhamati. Omeri qëndrej një burr i madh derisa vdiq, ku në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përderisa ishte duke ia falur muslimanëve namazin e sabahut, një persian i quajtur Abu Lu'lu al-Majusi e kishte mshefur një hanxher, kishte përgatitur, kishte mshefur dhe kishte pa hi me falën sabah dhe i largon safat, kishte pa dalë në saft para Omerit tuk në Kur'an dhe i bie me thik Omerit dhe bie Omeri duke që namaz rëzohet, jeton 2-3 ditë edhe vdes radiallahu anhu. Së do që tjetë, jetë Omerit është jetë e madhe, është jetë me mësime, me këshilla, vazhdon të jetë model i shkëlqyeshëm, së dhe kësaj dite do të jetë deri në kiamet, por këto hadithi tregon se njerëzit, kthehemi tek hadithi i cili tregon se njerëzit dallojnë, anëpse kanë iman, megjithatë edhe ata që kanë iman dallojnë për nga veprat e tyne, për nga punët e tyne. E sigurisht se dallojnë për nga shpërblimet e tyne kur dalin para të madhit Allah. Kaq për këtë takim dhe deri në takim në radhës, ju lumtoj mëshirën e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.